Shqipëria renditet vendi 146 në botë për sa i përket pagesës së taksave. Ky është përfundimi i raportit Pagesa e taksave 2014 të hartuar nga Banka Botërore. Raporti e konsideron të lartë nivelin e taksave mbi biznesin në Shqipëri, rrasuar me vendet fqinj si Maqedonia, Bosnia dhe Kosova, të cilat kanë një taks për biznesin 10% dhe Mali i Zi që e ka 9%. Në janar të këtij viti, me hyrje në fuqi të paketës së re fiskale, Shqipëria kaloi nga taksa e sheshtë në taksimin progresiv dhe kjo e ka rritur normën mesatare të taksimit. Raporti Bankës Botërore vlerëson se të ardhurat nga biznesi i mesëm dhe i madh në Shqipëri janë 15%, ku vendi ynë barazohet me Serbinë. Kroacia dhe Turqia, e cila synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, ka normat më të larta në rajon me 20%. Kalimi në taksimin progresiv për të ardhurat personale në vendin tonë ka rritur gjithashtu edhe taksat për personat që fitojnë më shumë se 130.000 lekë në muaj, në 12%. Raporti i fundit i Bankës Botërore, Pagesa e taksave 2014, ka përllogaritur se norma e përgjithshme e taksimit në Shqipëri është 31.7% e fitimit, duke qenë më lartë se në Kroaci, Maqedoni, Malë të Zi, Kosovë, Bosnjë, por më ulët se në Serbi. Raporti Pagesa e taksave 2014 i hartuar nga Banka Botërore ka marrë parasysh regjimet e taksave në 189 ekonomi, si dhe ka nxjerrë në parë reformat e përbashkëta të ndërmarra në 11 vende në përmirësimin apo futjen e sistemit elektronik të pagesave të taksave, si dhe eliminimin e nevojës për 74 pagesa taksash të ndryshme.